Kërpudhat e thonjve janë një problem I vërtet, ja sekrete që duhet të njihni. Është e njohur që kurat natyrale janë më efikase, por pak të njohura, sepse shumica e njerëzve, duke mos patur informacionet e duhura, nuk I besojnë, dhe e dyta është se duhen provuar. Dhe nëse trajtimi bëhet menjëherë, kurat natyrale janë shumë të vlefshme. Për t'i rikthyer thonjë të shëndetshëm dhe të bukur, po ndaj me ju këtë sekret, I cili është një formë pra krejtësisht natyrale dhe eliminon mykun e thonjve, qoftë të këmbëve, por edhe të duarve. Për t'u ridhënë jetë thonjve, ju duhet një hudhër e plot dhe një qep e plot. Hudhra eliminon mykun e thonjve dhe gjithashtu u jep formën dhe ngjyrën e duhur, ndërsa qepa ka një veti antimykotike dhe lufton infeksionet. Ja përgatitja. Pasi të qëroni dhe pastroni qepën dhe hudhrën, duhet t'i lani me ujë të vakt. Pastaj grini hudhrën dhe qepën duke përdorur rende. Më pas filtrojeni këtë preparat në një sit. Shtrydhni gjithçka në një enë dhe shtoni uthull molle. Mjafton një lug uthull, sepse uthulla e mollës vret mykun dhe zbardh thonjt. Në fund shtoni një lug çaji, karbonat natriumi, ndryshe I njohur si sodë bukës, sepse bikarbonati forcon thonjt dhe lufton kërpudhat. Përzijeni gjithë përbërësit dhe produkti është gati. Këtë preparat vendoseni në thonjë kur të doni, në mëngjes, pas dite apo në mbrëmje. Aplikojeni në thonjt e prekur nga kërpudha dhe lëreni aty për 30 minuta. Bëjeni këtë për një javë dhe do të shihni rezultate